ka kalu në votim. Dhe ai votim është kry në qëtë këshill me protokoll. Ai votim, me qenë se është marrë nga këshilltar, detyrimisht ka ndesh me qute organet tjera të cilët e shohin është të ligjshëm apo së ligjshëm. Dhe nuk ka arsye me ngel në thjesht në protokollin e bashkisë. Prandaj, ne si një këshill bashkie, për tarifat që vendos këshilli i bashkisë, jo që vendos qeveria, kena të drejtë edhe në lidhje drejta ligjore për falje. Dhe është e bazuar në ligj. Ligji punë është i terren që është i kontabilizuar. Nuk është kompetencë jote. Ligji punë dhe 2017 për falje të detyrimeve të tatimit. Janë vendimet e qeverisë shqiptare. Kur merren vendimet e qeverisë shqiptare, tani kryetari në rregull, po ngjan. Çdo vendim që merr nga ti del shumë mirë, po ai kryetari tjetër aty që është turnë aty, nuk e di atë, sa e luan rolin e disa kryetarëve, të juristëve, të sekretarëve të gjitha. Edhe nëse këshilli merr një vendim që ndoshta nuk falë për mua. Nëse ndoshta nuk është i bazuar në ligj, nëse që s'bën dallim me kanë ashtu, do të qohet tek organet që e refuzojnë që ky vendim është i paligjshëm apo është i ligjshëm. kjo është të drejtë jo fjalë. Jo, nuk është të drejtë. Falni se kanë më burë. Nëse zotnia nuk ka zbarë vendimet e këshillit, ka marrë vendimin. Ka zbarë. Është detyra jote, ja bën ku me shkrem dhe nuk bën la, po i kon dërguar për vizat e varfujtë të tjerë. Por a ka ligj që ty të jep drejtë si shqiptar, më marr vendim. Po, absolutisht po. Po, ka ligj për falje të taksës parlamentare. Këshilli bashkiak merr vendime për gjithçka. Ato ka kompetente të tjera që vlerësojnë nëse vendimi Ai ka qenë propozim. Po më zbor. Ai ka qenë propozim aty. Ti mund mos jesh më mund dakord fare. Po mund të jesh me vendimin e këshillit dakord. Po, e kena me atu i plotësisht bukur. Në dallë. Ku Por në zi nuk ka fare zotëri sepse është me dërmi ku dalishëm. Por zë drejt ty kush me këto. O Xherxhet, Gjorko. Po ndërruar shefe. I ndërruar. Gjorko. Drejt me këto. O ndërruar. Futu ti nëpër ato opsojt të bashkisë ose nëpër ose in direkt në anën ligjore të bashkive. Edhe më njëherë të ligji i faljes tarifave të prapambetura për vazhdimin e aktivitetit të një personi, sepse nuk ka mundësi më me paguaj sepse ka rritë puna të minimum. Dhe tash, ne si bashki ose si këshilltar, nuk kena interes me i gëdhaj tre i krese se s'ka ku bimon në këto. Se fitoj e s'fitoj po më po, që le janë. Nuk polim se po pa. Ligji mbi funksionimin e qeverisë vendore, mbi taksën dhe tarifet, po. Detyrimeve tatimore është 2017. Nuk ka ligj më. Edhe po të vendimi ky ka drejt për vendimin qendror. Nuk ka shkëlqyer prefektura. Atë do të mos i patë fjalë. Udhëroqë. Atë ndrojë qytetarët nëse debati të përfunduar kalojmë në vazhdim në lidhje me miratimin e pikës të për momentin e parlamentit, për që ka nga 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 dy, për terminin e tarë të tarime vendore dhe bashkinat për një vjetë të gjarë. Atëherë, kush është provi lutëmdorën? Hunga? Abstenim? Me ato të përndërejt. Kalojmë tash përsëri si që po marrëveshje me fillestare, kalojmë në pikën numër 2. Kalojmë në pikën
Pyetje të takon me vallë të se koha më e madhe. Ajse, Për numrin e punës në Gjunën e Demokracisë, Policia Administrative dhe Kryeministrinë e Bankave të Administratave dhe Punëtorëve të tjerë për vitin 2026 bashkëtar. Natyrë se fatira. Kjo fatira. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Numri i punonjësve për vitin 2006 në Bashkinë Has është parashikuar të jetë 307. Ka një ndryshim nga viti 2025, pasi janë shtu 2 inspektorë të sektorit taksave dhe tarifave vendore dhe 3 punonjës të sektorit qerdheve. Pra, për matë të të e kemi lezat për para, jo pra vetëm ndryshime. 2 ndryshime të sektorit taksave dhe sektorit qerdheve. Sektori taksave është 2 inspektorë të rreni dhe sektori qerdhës, një përgjes dhe 2 edukatorë. një përgjes dhe 2 edukatorë. Po. A janë të mjaftueshëm të sektorit qerdhës dhe një përgjes 2? Po varet sa akoma në proces regjistrimi dhe varet sa po sa regjistrimi do ketë. Do të kontingent. Sa përshërën, në njërë të një që në fondet e tikës të ambasadës turke, kemi në restrukturu në ambjente për qerdhën e qytetit Krom. Për qenë se nështë e në vetë me bashki që nuk kemi qerdhën në shkallën publike. Dhe besoj që në brenda mujtë janar shkurt të pajisët pun nga ambasada në gjitha pajisjet e domosdoshme dhe të nevojshme për qerdhe. Ne kemi parashiku këtë strukturë për qerdhen, por duke ditur dhe duke pas parasysh që të mbështetim edhe të pjesa tjetër, duke pas sa fëmijë do në vinë qerdhe, sa grupe do jenë në qerdhe, dhe nëse ne nuk na mjaftojnë, sigurisht që ne këto jemi dhe mund të bëjmë shtesa në lidhje tashmë nëse kemi të domosdoshme. Kurse për pjesën e 2 inspektorët taksës, apo e citova ma përpara, është domosdoshmëri, sepse me pjesën madhe njerëzve qytetarëve e lënë, jo që nuk duan me pagu, por dhe në një zhenë të një njoftim ose një gjatë që inspektorit të rendit e ka detyrë funksionale që ne kemi vazhdimsi këtë detyrë. Kjo vetëm sa përshëren. Numri punonjësve teknici administrativ fazë, nuk shoh asnjë sanitar shkollë, vetëm fazë. Ne kemi sanitarë për shkollë. Tu ka vetëm sanitar shkolla fazë. Po. Po, disa shkolla të tjera? Kemi me këtë strukturën e... Jo, e me këta kote pjesë. Pjesë, nga 25 punonjës aty. Punës të kote pjesë me kemi... Edhe të shkatë fishat të kjo pjesë në rektan, 4 edukatorë. Po. 2 janë edukatorë, 1 ndihmëse. Në funksion të një bua, sepse ne kemi detyrim, se për shumë ne kemi një fëmijë në jeta që kemi detyrim. Edukatorë shkolla tregtan. 2 janë të shkolla tregtan, një është ndihmëse dhe një është kopshti Brelor. Zanesh, Netalia, E që të shkollat janë të punis në kompetësh. Kemi Sezonal, 25 në kompetësh. vije që gjates të reqin për dakor vjen për të vitin që kanë kuptuar. Një të gjatë. Nuk kemi pas strukturë plot për
Me futë definitiv, me futë me përpjesme por. Që ne vazhdojmë, po, vazhdojmë, të gjitha shkollat përgjore. E shohin ka një, drejta e problemi. E kanë strukturë. Ashtu domosdoshmë. Nga që u rrit të nuk në strukturë. Ne parashikim të në strukturë. Po jo, pa mëra, për volume pa tjetër, s'ma fjalë. Pa tjetër. Nuk desë me arrit struktura definitive. Parasysh që mund të pjesa e punës me këtë pjesën që ti mbulojmë sanitarë me Atëherë, pandaj do të shpjetojmë nëse ka kushta e gjë herë për një me strukturën. Ashtë të gjërë një roje, të gjërë një nga lumë të shkolla, në një qarë se të gjitha. Po pjesë të para dite, vazhdojmë në shkrejtë dhe që çfarë të në e nxënësve, e ka nevojë që këtë një roje, pjesë të para dite. Për ditën. E do mendoj që ashtu domosdoshmë A, pjesa e rojës. Kemi përqe brenda shkollës, para shkollës, dhe shumë ndihmuese. territorit dhe mbulojmë ne me polici bashkiake. Brenda por shkollës. Brenda territorit është oficer i sigurisë, ne nuk kena drejt në burrojë brenda territorit. Ministeri i Arsimit ka përcaktuar sigurisë në mbulojmë në burrojë brenda. Nuk kena drejt në meçurojë. Ne çojmë vetëm rrojë të objekteve. Dhe shumë ndihmuese për ne. Absolutisht. Nëse do e kishim ne do e bëjmë, por jemë të oficerë të sigurisë që në drejtë kemi mund drejtë në mikësyrë regullat me në rrëqë. Pa në ndërë rrëqë të shkollës. Gjimnazit? Nxënësit e gjimnazit kanë vlerë, ka 5 Po, roje, për para dite. Për disa pranohet një roje që paguhet nga nxënësit, do mos i panohet një roje që paguhet nga bashkia. Kjo është ideja. Por ndihmë edhe ato gjimnazit nga kemë në një ligjore, tjetër apo për në ngërtet pjesën e përgjendjes simore. Ata që të mbikëqyrin rregull të gjatë orarë të mësimit janë në merë parëci të anestesë është nuk janë në të rejtë. Rrugën të brendit të sigurisë, mena rrugën të mësimit. Kanë përcaktuar oficerët të sigurisë. Ne kena me rrit objekt. Atë detyrë jo. Po kërë, vëndajt atë do të ka kujnë e gjatë tjetër, mund ka lëmë të qeshtë e tjetër, në lidhje me pagesa. Vazhdo. Atëherë kemi jasën të një Strukturën një herë ka lërë objekt, do t'i fut, pastaj është në nivellit të pagesave, është një tjetër ajo. Është një tjetër. Jasim në umër pas të nivellit pagër Po, është tjetër që është diskutim tjetër atë. Atëre, të rrë të karë, ta kalëm njerë si nuk më pra, kalëm më të krutën, kush është ndakon? Umbra, Arselim, që ato të përtajë, kalëm në... Atëherë kemi klasifikimin e pagave të administratës dhe të punojnësve të tjerë për vitin 2026. Besoj u ka edhe njoftimi. Paga është saktuar në bazë VKM-ve përkatëse.
Diçka, me leje. Me leje Do të shënda? do të desha më shëu diçka. Po, pas shëru shumë mirë që rritja pagave kuptohet. Po këta specialistat nuk shoh rritje pagave. Specialistat janë në vendim Këshillit Ministror nga në janar rritën me shtesën që i fa. Përcakton Këshilli Ministror në rritën pagat specialistave. Shoh vetëm rritjen e drejtorëve. Specialistat dy vete që lektaja, ose do përfshirë dhe vetëm specialistë jo. Qose, ndoshta ka marrë qeveria. E mi ullë pak këtyre tjerëve, mi o kompesim së këtë. Po ato specialistat bëjnë punës, drejtuar vetëm rodojnë. Po nga 7 vjeç është paga maksimale për pozicion 674. Po sot kjo artist, herëve tjerë që të bërë vjen specialist. Amin, nga 700 që është paga për pozicion, është 672. Gjithë kemi një kategori, nuk është që është bërë një ndarje. Jo, po specialistat janë ato janë pjesë, po në punën më të madhe specialistat apo. 2025 ka pasur vijë për mëdha. Se da s'ka mundësi që nga minimum ka paga. Paga minimale që përcaktohet. Gjitha paga kanë bazë të mëve për face, niveli nuk kalohet. Gjitha pagat janë maksimale. Vetëm specialistët që të... Po specialistët janë penalizuar, si që do ato të pjesët të maksimale e shtatësishë. Apo hajtë Ky projekt vendim është bërë bashkëpunim me drejtorinë e financës. Drejtorinë e financës në rregull, kanë bërë për veti këto rritje në rrugë. Po tani pas buxhetit Po specialistët në ato kanë nevojë për rritje rrugë, kanë ato. Nuk është ndaj. Nuk rritet rruga specialistëve në Do paraqesim një numër. Nuk ka mundësi të rritje. Jo ma me dhe, ka mundësi të Pas lek, jo bëton. Po, jo vetëm kuponës, po duhet një specialistë, ato ka famë. Po ne disnojë, po lekë. Po janë Atë kujtojnë që janë do pas edhe të ketë shërishë. Ashtu kjerë ketë. Vetëm kufri, do më thënë një bashkia që ka më kufri, paga tjetër si edukatorë, si më të shërë atje në kufri. Zotë drejtora, pa shikotin e rejtë të specialistëve. Shkër viti tjetër, drejtor, buxhet. Vjetën shtatë, dhe rritim e tashë. Shkëzë pa mu taksa ti. Nevoj këshiltarë, po unë nga ato janë punë që ta drejtorët edhe ta shefat të mëdhenj, sa kanë diferencën nga ja paga që është marrë, që kanë me marrë për çdo muaj, ka thënë herë të e di se kena lizu. 150 ka qenë paga për pozicion 2015 në për drejtore. 120.000. 300.000 lekë. Sa ka qenë edhe njërë? 300.000 lekë. Nuk ka formal. Nërëm qëndarë. Ka një fjallë që kur ligjët e që nësë do të nëma. Unë mendoj që sa të kërë strukturës paga të vjetë një ndryshim njëra, sepse edhe paga minimale të ndryshoj. Ashtë që gjithë përlogëritja e budgetit në qisë të vitin të vitin nuk në lanë pa thamë, projeti që ta thënë këshit pa dhe kanë shqitran që të gjithë kanë shku të këtë maksimal, të gjithë pagët kanë shku të këtë maksimal, dhe dhe specialista jo bina për 2.800 lekë.
Mund të bëjmë edhe propozim. Figurim 50% të kryetarit dhe drejtorit. Ka 100.000 lekë drejtore. Kujtore ka shpëzi, porra, jo të Sa është numri specialista? Sa pretendohet për më shtu këtë 20 lekë? Sa specialistë në 20 i ullë pak të Femeja 803 që ka për rritin e pagave, specialistat i ka kategorizu në dy grupe, 4-3-4-4. Grupi parë 4-3 është nga 420-700. Grupi 4-4 është nga 400-600. Dhe ne kemi kategorizu të grupi parë gjithë specialistat. Nuk është që ka mësu në i ullje? Gjithë specialistat janë të grupi bazë dhe gjithë drejtorat janë të maksimumi. 300.000 lekë një drejtor për të nga diferencë këshilltare. Funksionante. 300.000 lekë për një mund. Diferencë nga kësot që ka mund. Që do jenë vazhdim? Ja neto. Neto. Atëherë të ndruar këshilltar, ta kaloj vojta Ti obrisim aty në rruga, po ta kalojmë hajtë. Kryetar ka nisi përsendi. Ska logjik. Ai tjetër bojnë 1.400.000 lekë. Kur ta patën me kalu specialistët e maksimum. 630.000 lekë që është punë. Të mësh pa inxhinier, të mësh pas specialist. Kjo ide është. Do të thonë. False po Duke qenë se një pjesë e specialistave, sidomos të njësive dhe disa zyra në këtu, nuk kanë nga pjesë në punë. Personat që janë shërbim civil, janë parashikuar të jenë në grupin e 3. Dhe personat që nuk janë shërbim civil, të jenë në grupin e 4. Kjo, nëse këshën parashik mund dhe tërë, dhe me që konfirmuar se dhëmë të pogët, do të dish parashik mund dhe tërë, dhe bige grupit 4 me unë pogët nga 6-7-6, duke fillu me lindë nga 1 januar. Por mos me bo këta, kena parashiku që ta mbjell 1 januar, të i kalendarizoj, dhe specialistë që janë shërbim civil, kjo bërë 70 dhe tjene 60. Ashtu e parashikove dhe këme. Kjo është e ideja, jo për me s'ka qenë ideja, s'ka qenë ideja për në të dhe po vikend me unë diku gjatë për unë, s'është për shtatë. Nga nga kjesa më ka kur në gjallë lidhe me këta pas të gjallu votim i lullum që nuk më të apiratur më ta. Atëre, gjallu votim i lullum shumë për qëndrohet, kush është në akord, pro, kundra, abstenim në ato të pandrej. Gjallu me tikin ka. Projekt në nim, për bugetin e bashkëritat, projektin 2026, dhe të vëndë A, për votimtar 2026. Relatori qëtë Zotë Eklesh. I ndërruar kryetar e Këshillit, ndërruar kryetar e Bashkisë, ndërruar këshilltar, ne me Bashki Sas, paraqes për miratim para jush, për bugjetin e Bashki Sas për vitin 2026, dhe për banë 2026 të tjerë përfundimtar. është të sërnuar në nacion dhe në projekt vendimin që bëron, lidhur me burimet e financimit të këtij bugjeti, është shkresa e Ministrisë Financave 15.867 do të 6.025, po është dërguar transfert apatë të zëmër përgjithshëm, transfert apatë të zëmër sektoriale të ofisimit të deleguara, transfer për rritjen e pagave dhe torat e planifikura nga paketa fiskale që sapo u miratu këtu. Adasit e gjithë bugjeti i bashkisë për vitin 2026, pa bugjetin kursuar, që miratohet më vonë, është 428.462.650.
dhe është shpërnda në faqen 3 sipas sektorit. Kjo do nisur nga shpenzimet e për personel, që janë për mësime shkollore, shpenzimet operative janë 600 për bërjen e pajisjeve materiale që janë funksionimin e tjetërisë dhe të trajnik që janë investimet e parashikuara për vitin 2020. Sipas sektorëve e kemi në faqen po, faqen kodrasioni baza ligjore për pagat e gjitha. Të nderuar shqiptarë, edhe jeri lutem po pjatohet, po jemi në procedurë tepër fundamentale për të bërë buxheti. Edhe jeri të tërheq në vendin, përqendroj. Sa pas buxhetet në propozimit tuaj për ta miratuar, ajo që është një interes është shqiptarëve banorëve, unë mendoj që është investim. Çfarë janë investimet dhe ku keni shoh? Sipas parashikimit që kemi bërë në rreth 42 milionë lekë investim. Tjerat u miratuar të janë paga që vjen shoqërore, ato rrugë zjarri në zonën e interesojnë. Në ditë kanceleri. Investime, edhe mos mendimi që tjetër të gjitha funksione, për shembull që filloi funksioni 1.110 ato të investime 1.600.000. Dhe më mbrapa ka dhe pajisje instalim funksioner, dhe pajisje në mbledhje. Nga kërkesat pajisje 230.000 po, dhe pajisje investim.
Shet vjetë për qak, për e dërdora, gjonë. I në lëgja, ma për së kudu, ma për. Ja, për me Si që dini dhe ju, në bashkërisht kena miratu projektin, rani në projektin kjo me provës. Në lagje ne kemi mëru si projekt. Kam pas kontakte direkt me kryeministrin për këtë projekt. Dhe shpresoj që këtë vit të financohet dhe të futet, sepse me fundet që kena ne, në kur në komentarë. Ja, Atëherë, hime po të pacurba, me hime po I trotuar sa dhe me lënë I kanan nesër, besoj që nuk është funksionale, nuk është zgjidhje. Dhe shpresoj që ta morën komplet si projekt edhe mbyllen populacional. 50 vjetë s'ku ka du bon. Po të shy... Me gjatë që në i që kena jo? Tani janë me banarë. Tani, unë mendoj se nuk duhet një ndarje për këtë pjesë investimeve. Pjesën rrugë të fshatrave, sidomos komuna Fajza Gjinaj, ka kushës po bënda si gjë. Edhe ne pika kryesore që kena në hasë janë rrugë, rrugë drita të I kena. Të tre bazike që në shkojnë. Që të osërë, kemi që rrugën e Fajzave, rrugën e Gjinajve, rrugën e Metalit. Kemi qute të fundi shqiptare zhvillimi, kemi kërku si projektarë, kemi qute fundi shqiptare zhvillimi. Dhe kemi bo projekte, edhe kemi dërzuar fundi shqiptare zhvillimi. Nështë nuk bohan krejt, për nështë del një. Ne kena qute 4-5, kena qenë 4-5. Janë gjona bazike të komunitetit. Kretë normale, po në fund në bashkërinë të ne ashtë Ne që më mendojnë për gjona shumë du ta kene gjona. Disa fshatra kompleta s'fajnë, disa se kanë... Dhe dyshë. Kena 2 vjetë e gjysë në jena bashkë. Jënë përgjë si, kena 2 vjetë e gjysë që jena bashkë. Po për këtë 2 vjetë e gjysë ne po I mbyllëm dhe I vikim mbyllëm 20 km shumë në asfalt. Unë më mendoj që nuk janë parë. Dhe të shofim... Unë mendoj që duhet më kalu të zonë tjetër. Po thëmë pa I kam propozu. Sepse ne aqë mundësi financiare këna ne. Ne të ja propozojmë. Okej, nështë kjo pjesë e investimeve... Jo pak, po minimumi janë 33 projekte që ne I kam dërzuar me qeveri shqiptare në institucionet të ndryshme të investime. Atë nëse miratuar projekte, do jemi fond tjetër? Apo do të jemi Jo, sa shpise sepse me fondet që kemi ne nuk I bëjmë edhe 50 vjetë të detyra jo është me bëjmë projekt. Sepse kjo është pjesa jo. Edhe si shka tjetë, në qemi të projekte, mirë, dhe në është vlerja e fundit të vitit, do ishte mirë që do ishte bëllë një përvlerje gjitha së e kune qabo për vitin 2025, asaj ka të në Mirë, ka e bënë në fillim vit. do ishte, apo e lanë të janë Analiza. Nga shumë që ka të mjërtime që kena bo, asaj që në bëllë në Atë shura shqiptar, I lutëm, ma licencie, janë të ka të një oti. Atëherë, unë faktisha me kryetarin, duke sport arbitim. Qyteti Njohën ka një skuadër futbolli që është e federuar në shkëtë bashkërigu. Momentalisht, kjo skuadër është pa suport njërë total nga bashkërigu, dhe që nuk ka një vend, asë nuk ndrohen uniforma. Unë do kërkoj nga ju dhe bashkë me aktivitemi që I gjendet një arsye kësaj skuadre që përfaqëson vendin tonë. Dhe të vini tëmë përfaqëson. Jo, në 24 fëmijë. Në 24 fëmijë në rrugë. Sa për informacion. Ku strohen në rast shiu, asë një gjë, ato janë gjithë me suport personal të prindërve. Asë një vetë nuk e ka. Shpate një hapësirë. Sa për informacion. Besoj se ju ta ka. Jo, absolutisht.
Unë personalisht, dhe do të në bashki një kërkesë tjetë s'ka. Okej, që tani në të bëjmë. Unë po fuli atë qarë, në bashki një kërkesë e tjetë nuk ka. Dhe dyta, unë po nëboj shumë që ne kismet këtë vit nisim me fushën e futbollit. Me Federatën e Shqiptare e Futbollit, bashkë Janë dy ekipe, janë ekipe elitore, janë shumë të mirë. Ka njerë që nuk ka pushte, po ka dëshirën e madhe me qenë atë. Besoj, që janë shumë të farë, gjithë, edhe ti pëse sepse na përfaqësojnë drejtësisht. Për pjesë të aktiviteteve kulturore dhe sportive, unë jam i prirë me bë maksimumin e mundshëm që ne më bëjmë. Absolutisht. Atëherë, mund vazhdoj me këshiltar tjerë lutëm, do t'i sekoli ka pasë rata më falë. Kusha, po do, Desha me pikë drejtorin për mirëmbajtjen e rrugës Glanës, sa më parashikuar gjë e pakalueshme. Gjaku pas së gjës, se pa më shumë në datë, ki tre shumë. Ne si bashki besoj se çdo njëri jashtë të ndërgjegjshëm, që po mundohem të bëj maksimumin e mundshëm në punë që ka. Dhe mjetët tona, ato mjetët që ne i kemi në dispozicion, jetit të jashtë, dhe çdo në vitin nuk ka pushu. Dhe e kemi nis marrë fshatat dhe besoj që në fillim të janarit, do të thonë pjesa e janarit është pjesë e Glanës. Sepse i kemi kapë ranë që mos kthejmë për një fshatit, dalim me një fshat tjetër, sepse është kosto dhe lëvizja mjetëve. Dhe besoj, po 100% janari është e keni mjetë në dispozicion, derisa bëjmë maksimumin e mundshëm me gjitha rrugët e fshatit Glanës. Po të rrugët kryesore, të gjitha, po thamë të gjitha. Vazhdoj të kryetar, atëherë si mas pizë të travës me bëllë me lusha e të pamiqeshje, se ka mund janë të bëha. Dhe që të ka e da Europakja. Jo, një pyetje atëherë është e da Europakja. Unë më dojë që ty në me makina, ata e në fitë në hospitacion, në s'pali në shumë drejtë, edhe përka Ju paguën pas në shpëndzime, për me gjërit për një e gjatë që ka përgjusë. Ata që janë një gjërë shumë do të në rrëgjë. Paguën dhe federim, 25.000 lekë, për vitin që pjashtë. Edhe ta e kisha avronë. E shumë to investimet 42 milion, shpenzime operative, mund si e për investimet që janë të zanë sensë. Shumë. Një ambulancë për vajtë në osë që për kërku që të gjerë projekt, në kërkaj që të të zonë, që aja ambulancë po, nërë për të në djerë në profesionit. Edhe ata për vitin 2026 në le mund këmë. Nuk janë të dalon kjo në dhe shërë, po sot. Po të më komentar po. Edhe ka gjithë të Po të më komentar po. Edhe të dy të gjërë, atë e të një qeshim e të kemi tjetër, komentar po. Vetëm Po ata lorë se në tjetë gjithë. Po jo, ma le mund. Mos ta boshën e prapim në këto dhe kime Dhe në të investim, duhet në kohë me shpërdoja pak ma. Qa për investim? Unë po flasë. Një gjë. Prioritet. Nuk e kam një politik. Gjithë lutë. Janë dy Prioritet. Gjina e të dhe fajtë dhe në paru. Si për pëllina Patovi që ka bërë me jota. Një lërë. Një lërë. Këtë ka bërë një lërë, se s'ka mund që. Unë do me deklaru se një shpëndërë. Para ju është transparent. Në të rikojë të t'i bëjë. Lutëm të ndërua shërgarë. Në lutëm për shëndëroj. Kemi bërë ka qenë një projekt e rrugës në poliqit shumë i projekt.
që me aqë para, sa ka pas të parashikuar rruga Nikoliçit, jo sot, po sa dhe 50 vjet s'marë. Sepse jenë parashikuar rreth 9 miliona 10 milion euro për një rrugë fshati. Je kërkon. Kryetar, nuk mund kërkoj rrugën e Nikoliçit, që rruga Fajza dhe Xhina. Të lutem, tash rrugën e Fajza dhe Xhinave, rrugën e Fajza dhe Xhinave i kam parashikuar të fundi shqiptarit zhvillimit i kam çuar propozime. Jo kam çuar fondet e bashkisë. Për tash. Nisi bashku. 1 kilometër, 1 kilometër, 1 kilometër. Për 4 vjet, 4 kilometra. Tash e gjashtë. Kam bë projektin e rrugës Nikoliçit për 2 vjet, kam bë prej rrugës asfaltit e drejtë xhamia fshatit. Dhe do mundoha dhe do bëjmë të gjitha kursimet që ne mund të kursejmë edhe këtë vit me nisë rrugën. Sepse marrojmë një hapën për dalë një hapë tjetër. Që ka që mundësi janë tona, për zotën s'ka mundësi tjera. Thash prap, thash i kam qytë të fundë shqiptarë shkërinë, sepse dhe ata për kanë parashiku. Për të ditë ne për një rrugë ka njësë. Atër që në ta në miratun, vitin e parë në miratun rrugën e Dëbronës. Okej, asë kena negocijet së kolegi me nisë me lote. Për shembull. Rrugë të fshatë. Aqë mundësi. Nuk janë vetëm për pjesën e Nikoliçit të diskutojnë. Ne, po mund të kapëm si vjetë pjesën e rrugës Nikoliçit me edhe ajo nuk bëhet mja pagu për atë kërcijet, nëse du të me bë me sepse kosta e ndërtimit e rruga shumë e madhe. Kështu që me këto mundësi që kena do bënë maksimum. Ta vazhdojmë që jam Vetëm një me këtë qështë, ndërsa parashuk kem një rrallën tjetër. Prandaj për këtë kufimin, atë rrallën pra zotë i Morina. Pasëm pa, që nevoja shkëto. Ti kemë më të parashikume. Ja, parashikume për sportin, po atë dhe shkojnë atë funë që shkojnë sport. Po pra, do të se më bënë gjitha. Ne këna parashiku, do bënë kërkesit, nevoja që kanë dhe s'ne e cilë. Jo, për momentin se kena lushat. Po mirë Vala. Atëre, udhërat për të lusha. Shepje për kryetarin, pjesën e ka 7 vite që diskutohet, pjesa e urave të zezë, që është për temat dhe shqimin e dhe gjysma qytetit, për të të qune, për më të lagja pekve, dhe kam gjumë nga kryetarët nga pjesa tjere që po është projekt, po do më merë në qka do bërë në qka, dhe që se kanë shumë shpja erlish aty në qitë atë të rizikuar. Kryetarët ka qenë dhe shqiptarë, dhe nga po në serven, unë nuk shas një lloj përqapje ose ndryshim në atë pikë. Jam okej, kalim sot gjithë makineri që nga kaluar vitin ka duk, po sa ti kasen të makineri edhe që shatë po bënë realisht ka dhe në Kase. edhe këtë pyetje ban sa efikase janë. Në një kohë ku një ditë nuk kanë përshu makineri në bashkinë hasë. Po së shoh se 2 vjet kanë aty, ura të zeza, rrezikohet të gjithë qytetit që rrezikohet është problem. Realisht është shumë problem. Shikoj nevojat e hasit janë maksimale. Po do të jetë Ne po bëjmë maksimum prioritet në moment që shtëpia po shenjë. Realisht. Ne pa pak prioritet. Jam prioritet. Ne kemi marrë një sekund, nga fondi shqiptar i zhvillimit ne kemi marrë material me shumicë. Material për bane, tubacione, nga më të ndryshme. Dhe i kemi futur në punë. Në territorin e bashkisë Hasë, nuk po them. Ne nesëm i kemi bë pusetër, por nuk mund nga ti. Ka të gjithë të falë që hapë e pjesë, që në bërë pusetër që në bërë pusetër. Asi gjatë, realisht aty është për ne është bërë, jo, në tasë, për të më gjithë aty nuk tasë, për të më gjithë. Se cili kena Çdo nevojë. kush është përfaqësues i komunitetit tonë, kryetar. Qysh? Çdo kush është përfaqësues i komunitetit. Nuk tasë me thjesht me atë temën apo po them diçka. Aty është shqetësim. Po jam për shqetësim, janë investimet më mëdha shok këtë, nuk mundi kapim ne me buxhetin që kena, nuk mundi kapim. Sa është thonë kryetar sot do rregullohet të Po do rregullohet. Ka një Jeta është e mia për konkret ka. Jeta është e mia më rregullohet. Pra, ne kemi bë projekt, ja kemi shuar kumit projektin që kanë detyrë me bë financime.
Ne që ta i kina po me mundësi tona, që kina pas me mundësi tona. Që ka që mundësi kina? Përndaj të zoti kryetar, atëherë kalojmë me pyetje të radhë nga zoti Morina. Tani, dhe kryetaroni ka s'ka fajs, ka që është vizhimi buxhetit ka sta jep, nuk të kena shkëlqy. Po janë dhe gjana që janë detyrim ligjor, sidomos për institucionin. Unë e pa këtu miratimin e planit të aktiviteteve dhe konsultimet për buxhetin e Këshillit Bashkiak për këtë vit. Anë 2026. Ne jemi dëshmitar gjithë që shkum për një aktivitet zyrtar në Londër, edhe i gjithë Këshilli Bashkiak filloi televizori, filloi ashtu si man, sinema bazrona i shmenti me babon e pushtet. Për vetëm në arsye që ishte se ky plan i aktivitet ishte i gabuar në atë kohë kur ne morëm. Kështu që unë propozoj Këshillit Bashkisë që fondi i Këshillit Bashkisë të jetë parashikohet plus 20 milion lek të vjetra. Jenë fond bashkisë. Për Këshillit. Po Këshillit. Për Këshillit, në fondi bashkisë për Këshillit. Për arsye se ka 100 aktivitete, edhe marrë patenta të të tjetë i kimon këto, i kimon aty, të gjitha institucionet, edhe më të parë për atë botës, institucionin është institucion. Apo ja? E ka po të në. Zoti Morina kuptohet pas e përgjigjen e drejtë. Këndojmë në qitë në votim. Edhe një pikë tjetër është... Një kohë shumë mirë vesh. Po, edhe një pikë tjetër është projekt vendim për shpërblim për një fond emergjente për qytetarë. Vetëm për shtakë në moment. Atëherë, çfarë mund të bëjë drejtori? Lek, në qësë se gjanë drejtori i gjojnë, se po janë për kështë. Qëta gjë është dhe të ndërë. Buxheti ka shikuar për vitin 2025, 26 është me rritje me përqindje, edhe duke qenë se shpenzimi i vitit 2025 është në këtë nivel, nuk është realizuar nga Këshilli, ka metë 12 milion lek, duke qenë se ka qenë parashikuar të rritja përve, që abo vjetë për shpenzimi e Këshilli, edhe me shkesën është më në norma. Nëse do të ketë nevojë për aktivitet, në mund të shikojmë gjatë vitit dhe përëzimin e... Po mirë, pëse më stirë sot, po me rishiku gjatë vitit. Sepse të fund një kontingencë, për shemë, për ta mojnë, aty, ki parashiku të mbëllim diferencë të ardhura 25 milion lek, e ajo 14 milion, shikon vetë. Ka liqë për të punë... Ka liqë janë integruar me fondi rezervë dhe fondi i kontingencë, sartohet në bazë buxhet total, edhe për përqindje që ka plus emergjenca civile që ka 4%, edhe janë të duhet ndohen se e kërkoj liqë buxheti. Une me dhe me qitë propozim për shtesë fondi. Tisha bravo. Dhe që ka liqë, po t'i dhe ka të buhe vjetë, në ka dërë po, e kina kontingent allo, dhe si jetë e partë të shpejt. E mësete për jetë e para, e dyta, propozimi ti që duhet të të shkeve, unë të bëjnë tjeve të rishikosh edhe njëra pjesën e shtesës të Këshillit, sepse nuk ka gjithë në i lirë kolosale, në i të punë të milion tek reja. Prandaj edhe njëherë të rishikohet, ose e lama dhe këtë tjallët të dhe që gjatë të dhe rishikohet këtë punë. Unë mendoj që ta sët për sët, ajo po të kishtë të pas në projekt, në falë kujdonë, po të kishtë në projekt ose aktivitet që nuk ka financu nga bashkënia, në si përmoni e Këshillit, mërna regullore, në rejë, da këtë mund të thëmë që së kam mështetë. Po, shumë e vërtet. Aktiviteti për në Londër nuk është financu nga
bashkia. A financu. Por zotëri, të gjitha po ka të shumë gjatë rrugës, nuk ka financu. Qysh ka të Unë mendoj që nuk kam ngel gjallë nga ana jonë për të kryer aktivitetet e këshillit. Por unë ju sugjeroj që fondet e këshillit kanë tepruar vitin këtë vit që po e lanë, nuk janë shpenzuar fondet e këshillit. Atëherë, po, kanë tepruar. Sa mirë merrni edhe dërgoni aty ku kishin nevojë. Një sekundë. Unë ju sugjeroj ju një gjë tjetër, që fondet janë përcaktuar sepse janë 12 milion lekë. Përcaktuar për shpërblimet e një sekundë. Ju do të parashikoni nëpërmjet zotënisë, parashikoni aktivitetet e juaja, por që t'jenë kalendare në aktivitetet që ne na jepet hapësirë që ne të kryejmë procedurën përpara. Jo sot për nesër, sepse nuk janë procedura që kryen për një herë. Po miratohet kjo tash. Mjaftohet fonde, ju parashikoni aktivitetet. Sepse ju parashikut një aktivitet, dhe unë mendoj që ja realizova aktivitetin kur e parashiku. Kështu që parashikoni aktivitetet dhe mund keni mbështetje, ka zgjidhje të tij. Po për çështjen e OEC-it të ndëruar që ka bën mirë zyrtare. Po ne bëm çështën e OEC-it, po ti e pa sa media, sa fare, sa drejtë, tash ne pse po analizojmë. Pikërisht për çfarë po thamë ne do t'i bëjmë gjëra Si shkumë në lektimor, çdo shpenzime për shembull që Lena ka ngaku pa të qenë në shtëpi. Kush i pagun? Unë i paguaj. Faleminderit shumë për respekt. Vazhdoj me radhën pas shapi, më falë. Vazhdoj të shapi. Në qenë që këtë shpërndohet të rrugë për këtë shonë dhe dërbojës, kështore e shakra. I kena qëtë të fondi shqiptari shvenimit e qëta projekte. Jo, se të zërsh punu, verjete. Sepse Për e asfalt dhe për shka marë, ka një program qeveria që si vjetë do japin shpresa asfaltike. Dhe mendoj që do bën maksimum që të përfitojmë sa ma shumë nga këtë shpresa asfaltike. Ju ndini mirë vëllë edhe kostume dhe shani sa kena ndërhyj, po mundësi tona qa që janë ndërhyj, se s'kena mundësi tjetër. Po kryj qa që mundësia. Me qesela dhe ke financat, ta është ta mjë dove e këtë fondin e ndimëse me gjensave për qytetarë. Do të shpëtoj këshillit. Jo, e ka si ma rrallë. Po kjo do një këta shpër. Po ka. Oke, vëjgu. Atere, do t'i... Falë një kryetëror, sajnë të datore. Në sajnë të pyjtës datore, se t'je dërëgjën. Kemi po i shoqë, unë së t'ja më mëllë, a t'ja po da falë. Jo, kisha e shpenzime për doktorin, një me 602 me shpenzime të operative që da. Nuk janë shpenzime, për shumë të azëm shpenzime në teme tjera, ka nuk një 30%. Kurse këto janë shpenzime karburon, që janë për automjetët, janë 9 milion lekë. Shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve, që nuk ka investim, po a shpenzim 602. Edhe janë përfshime këto, që ndikojnë në përmirësimin e infrastrukturës, edhe tuisilcat e kanone vadice e kullimit, nuk janë kështu shpenzime, po thëmë për stafin. Për ashtu ka disa shpenzime operative, që janë të dërru për funksionimin e Superma. Për e po thëmë dëva, shpenzime a mërë për qarë natyra është pjesa më modhe, janë shpenzime që ndikojnë infrastrukturë.
Atëherë faleminderit zoti Meshi, për ignorancën e nga Metalia. Po. U e zdaru pyetja, kalojmë te Jo, jam të vazhdu, po për më përsër. Maraj ora, s'po t'i ki morë me frasë. Jo, razinja gjo, se ne nga kolegë, kena profesionë. Që që po diskutojnë pak basike, po në fakt e kam për review me unë shoh gjatë ditës shtu kancelari, materialit për basike, kancelari e tjerë. Gjatë ditës kam pasur një briefing nga kolegët e mi, që qenë edhe pjesë arsimi, që nuk na shqipy si duhet kjo pjesa e kancelarisë, pjesa pasimit, që kisha zeshë pak ma të rregull me qenë të pjesa të furnizimit. Të gjithë ma dhe mborrejti të çdo mbledhje që kam pasur të vazhdimuar, ma dhe mborrejti vjerët të këshilli, nuk e diskuton, nuk na shërbehet si duhet për pjesën. Ate këta e kemi përmbajshim. E kena përmbajshim, jo se e kam pasur vesh, për shembull. I pari njëri e që jam të të nxurë që nuk jam ka shërbim për shtëpia. I pari njëri. Atë sa duhet, nuk është për shërbim fare, por jo Për zotën e pari që në gjoj Krit vrejtje e ka marrë çdo ditë nga kolegët e mi. të luftëm ka pas dashmë në pak. Për pjesa furnizim, e kërkoj kur vi për furnizimin mujor, furnizimin e fillim vitit. Jo, se duhen trikë, se duhen, janë gjona bazike. S'duhet më me diskutu psi merr 3 kova si e që si merr 2 kova. Është gjoja ma bazike, thash, a jemi të diskutu një gjoja që realisht nuk jemi është e diskutoj, por është një temë që nuk kanë sens, do të marr gjona bazike, kështu që kur vjen të furnizimi, na furnizojmë me këto gjona. E para e dyta kam edhe pjesën e printerëve që janë gjithë këto pjesë. Ne furnizojmë me tani printer për shkollë, sepse faleminderit gjithë kohës kam gjetur mbështetje të bashkia. Po, këto më duhet me marrë si që puna jeni të favor. Shkolla ta kenë një printer. Jo i ka bashkia. E ki dyrt hapë në të kohë. Nuk e kam të përdejta. Jo, fanë, ti profesion, je bërë qilë profesion zyrë si mora. Do më thamë, Se kjo pjesë, do të thamë. në këtë pjesë. Jemi rritur në çdo kohë të lutem vetëm me jep informacione që ato që pyet. Unë do të them, janë gjëra bazike që nuk kanë jemi pse i diskutojmë. Unë dy shka të thonë edhe ma përpojnë, do të shatë kam dhofë. Edhe unë me diskutojmë me ti vetëm koshoni aty në jo 3, jo 2, jo 1. Janë gjëra kritikë. Për mu pytja jo të mjëllë, për mu pytja jo të mjëllë, ka të shpalë, vetëm atë kam dhofë, shka të thonë mama në stile. Problem sa të thonë. Çdo drejtor shkollë që ka pas problemin më të vogël, e ka gjetë sillen e mirë. Sa kena parasysh për të gjithë gjërat. Mos mund bëjnë çdo gjëra që janë bazike, janë shkollë. Duhem me informu, vetëm duhem me U kërë fardaj për të është një kush për të fjallë në lutëm, para se unë, kena mone, ka, po, është me dalë, po është të liu në që ato, këta. A shumë dhe përje, shumë dhe kalojmë me përgjeshja përë, ka, atërë në ora, sajtë kimonë gjallë shtudje? Jo. Para se me kalur me kreativ. I gjallë shtudje. Lideru, të kryetar. Që me atë më në thëmë, ta e përmena në parë. Me atë këtë mund e emergjensëve. Unë që për... E kena në falë për të i fjallë, që jo nuk e... Kim rapa më bure, ki pik tjetër më bure. Po është pik tjetër, po... Po ki pik tjetër më bure. E ka dik kjo zotëria, e kena kalu me vetëm këshillë një përsar këto. Pas të jam Nuk kena diskutim... Po pra, atë të njërë shqetarë, ju ftoj me fatim, ndje me projekt buxhetin. Kush është pro ju lutem? Kundra, abstenim, me atuat Andrej. Kalujmë në digën e vrave. Në digën e vrave. Projekt në tim negativit për të përndëtit për një kërë,
viti I parë, gjimnazit Skënderbeu Prum, dhe viti 2025 26. Për forca. Ne janë akomoduar në konfliktin Kosova-Krum, sepse janë përmiratuar në vitin e kaluar, por prapë kërkojnë miratuar. Në koncept janë edhe në zonët e vitit të parë. Sa janë viti parë, që do, që përgjërë. Se viti parë. So e këna lecu këto. E këna lecu, ose në të lejtë pashu. Në takoj, në mërku. Nuk të prapë që do e robotik, ka kur të pytën e gjohë. Ase që ishë përfajnë. Për mirë atimin e puta për të të korditor, viti parë që nësë në Prum, viti 2030. Kur është bërë jutër, puta, abstenim, nga tonë Andrej. Ka kërë në pikën tjetër e puta, pikën gjallë. Arëzdoti se kiva, pikën gjallë. Nga atimin puta për të të korditor, viti parë, viti 2030, do jetë gratu për të dërit të gju për shdo. Ate, kaloj bëti, kur është pro, unda, absenim gratu për ndrej. Kaloj në pikër 7. Nga tini puta për shkollat e mes në konstellare, një gjatë një Vana I gjatë në brejkja. Kaloj bëti, kur është pro, unda, nga dronë, absenim nuk ka për ndrej. Kaloj në pikën e rrallës. Projekte njëtë për një atit e të aktivitetet të kësimit parkjal vitit të gjartë. Fjallë në krasnovi Rushi. Atëherë si që një ndjeni me dokumentacionin e paraqitur, edhe në kontekst të diskutimit që bani fishë bashkë me zotin Amir, këtu është paraqit një certifikatit, paraqit një plan I aktivitetet të shpilit bashkjak, ku janë e kam rrit për 2 milion për vjetra, ku gjithin kasi me vitin vjetër, sepse nuk mund bajsha ma shumë se 2 milion. Ka shefi financës u përktua të mund që nuk do keni penges për aktivitete për gjitha gjana që mund të kena. E tajlimin e këmë në bërë? Janë parashikime me gjitha të mund. Jasë nga krujtori bashkës, kena posin vjetë të mund në lidhe me aktivitete për në aktivitete tona që a shumë, mendojmë thjesht vetëm ta Shimur gjatë të lek, Armi, shimur gjatë të lek atë. Atere, kalëm kur të pyte njërë me këta pasë të kërëmë të kërëmë. Atere, njerë. Unda, absenim në atot për ndrej. Kalëm në pikën e radhës. E I shkrujti se punë. Në projekte njëm për fundin, projekt dhe njëm për përdojnë në fundin të ushtetua për popë një ndimit të qisim për mujë nënor 2025. Ate, relatori që do të Regla. vetëm ku kjeta e relatori që do të kryetar. Kryetar Markis. Relatori që filan që kjetë në ose e do më shëllë kur jetë. Jo, kena... Tjetër në gjithë, po që tjetër. Ja, regla, nëse është kja e kalume, në mujtë tjetër. Ska dëshime, o përsa? Ska dëshime, o përsa? Kalume ati pra, atere. Unë kalëm po t'i pra. A prezent dhe t'i, kalëm po t'i pra. Ska dëshime. Unda, absenim për aton për ndrej. Kalëm e pikën tjetër. Projekte dhe për raportin për format bashkisë atë për vitin 24. Relatori që dhe Arbëri Rata. Qëmëtar, ku i tjetër?
Të ndruar kryetar, të ndruar qytetar, tjetër që pa, me një urdhër të ngritur nga kryetari i bashkisë, kemi ngritur grupin e performancës bashkisë për punën 2024, gjithashtu të vazhdoj edhe për 2025 më radhë, është të mbajt për herë të parë në bashkinë tonë, gjithashtu unë si koordinatore e performancës bashkë me grupin tim kemi realizuar një punë të vëllëçme mendoj, bashkë me gjithë stafin e bashkisë dhe kemi arritur në një përfundim me grantin e përfituar nga pushteti vendor. Besoj kemi të gjithë përpara raportin e performancës dhe rregullorin e brendshme të performancës. Por këto jam munduar të punoj me detaje dhe duke mos i humbur asnjë punë të asnjërit. Ndonjë pyetje, ndonjë gjë? Shumë dakord, atëherë ti marrë për vetë. Për raport me këta nuk mendoj që duhet diçka më ekstra. Ja, tu je dimnat, Patjetër që po. Ishte bëllë të bro, në version. Ma kur në pyjtë në të gjërë në rëgjë? Jo. Kur da, patën e gjërë njërë në qështë. Po pra, po prejme se duhet me procedura ka. Atëre, kalërë po të pëllëtëm, kërës pro, kundra, absenim, reasionë. Ose po të përgjën të përgjën, kalërë vëtë. Vërdëm në pike tjere për sëritin e armejën. Përmjatimin e temit të shkaktuar nga faktorët natyrorë. Të do kalu me shëret, cila për para. Kemi miratimin e planit. Kam një herë planin, po s'ka gjë. Cilin ma ke me laimin, a? Nga kërkesat e kryetpleqve dhe kryetarit njësisë, kemi verifikuar një banesë me zotrim Milaim Recep Sefollin, që ka pas dëmësh nga fatkeqësi natyrore, me një vlerë për 200.000 lekë të reja. Atëre, në rrugë qëta, ka kur të pyte një me kanë? Atëre, një grupë të kanë të qenesha për në batim. Stojnë batim, kërshë është pro, kundra abstenim të reagohet. Kalëm në përsërin qeshën tjetër. Për miratimin e tem të shkaktuar nga fatkeqësi natyrore, Selim Balicina. Kjo është një dosje e prapambetur, që unë po i shikoj dosjet e prapambetura, gjithashtu dhe për vitin 2026 kam parashikuar disa dosje që kemi në arkiv. Kjo ka qenë dosja e kemi vlerësuar, e kam shikuar edhe që kanë vlerën e ka 260. Dy miliard. Atëherë, kalëm një tëllë më të kërën pro, kundra abstenim miratohet për ndrejtë. Në të pike tjetër. Për miratimin e tërë të shkaktuar nga fatkeqësi natyrore abstenim sa një tjetër. Po njëti, këta kemi një kërkesë nga kërë familjare, këse kam bërë planë. Prima ekonomi e situasë ke paganuta, për falë, Marka, që amirë në kohë? 2.100.000. Që amirë në qëtë për më shemje për shpira qatë? Nga fatkeqësi natyrore. Atëre, ka dojnë po të minutër, pa kur të pyte jo, po të kërët pro, unda, abstenim miratohet për ndrejtë. Ka dojnë në pike tjetër. Projekt vendim plani i vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë në bashkëri. Përsërin bashkëratë. Apreja. Kjo bashkëtorë e kena gjithëra. Atëherë po, që tini të
Qeni qarë. Që të bërë kjo pagonia. Vetëm një sekondë. Se pranaj këtë desha në pikën e 14 që është dëmi vlerësimit riskut, që mas nga relatorë kjo, do futet edhe pikë tjetër, por që nëpërmjet votimit do miratot dhe rregulloria. Jo, rregulloria e paraqitur. Është rregulloria e brendshme e raportit të performancës. Performancë. Atëherë dalti e lojnë e hidhim si pikë fundit rregulloren e miratojnë. Okej, rregull. Sepse do hidhet në votim dhe do bëhen vetë. Atëherë kanë pikë fundit, Planin e strategjisë vendore të vlerësimit të riskut në fatkeqësitë e Bashkisë Fat për vitin 2025-2030. Edhe ky është një plan që po bëhet për herë të parë dhe bashkë me grupin tim të emergjencave civile e kemi hartuar me kushtet tona dhe mendoj se kemi bërë një fund vëllishme. Kam dërguar tek pushteti vendor dhe kanë miratu, kanë menduar që bën ta hedhin në këshill. Tani ju e keni përpara, mund ta shikoni. Të ndruar shqiptarë ju keni ka përpara, keni ndruar keni ja shumë kohë, ne pikën e vërejtë një atëherë, mund të kalojmë votim kur është problema herë kundra, absenim nga dorë të ndrejtë. Ja zëtë fikën në të shtatës. Plani i investimit të rritë nga fatkeqësitë në bashkina përsëri ata. Se po, për 2025-2030 ke po. Ajo ishte, po kanë bërë një lapsus. Edhe pak do të një maru. Projekte të për miratimin e fundit, ndinë që në qarë për një qytetarë. Relatorët që është Përshëndetje, herë paraqitur për rinim emergjente qytetarët sipas listë bashkangjitur dhe efekti financiar të pagesës do mbulohet nga Fondi i Urgjencës si buxhetit bashkësisë për vitin 2025. Shumë rregull. Me lirë, ndërkohë. Kam një kërkesë. E kena edhe kaluar edhe në vetëm këshillin. Besnik Goça. Është që 11 muaj në Itali, me djalë shumë gjendje katastrofike. E kena kalu ka 4 muaj. Edhe unë propozoj që këtij t'i bëhet 100.000 lekë taja, jo 50.000 lekë. Se është shumë. Pa nuk ka ekzekutuar deri tash? Jo, absolutisht. Asnjë lëndimi nuk ka. Është që 11 muaj në Itali. E kena kalu me 100.000 lekë taja, e kena kalu. Do të kanalin të dojnë bizedo, ata kam. Është rast i veçantë. Zotë kryetar, është rast i veçantë. Besnik Goça. Me drejta qytetarëve Fatkeqësisht operacioni ishte një operacion që edhe të donim ne nuk bëhej në shtet, sigurisht ka shpenzime shumë të mëdha edhe për faktin që zbatohet në shtet. Ka operacion parashikohet kimioterapi, dhe në të drejtën vlera e parashikume, këto e din absolutisht buxheti më mirë, po për një rezonancë movimenti. Jeri ju shumë vlerë. që lidhje me pjesën e pas për plasin e pas e me ashtu.
Tjera për momentin janë taksative s'ka si lojnë përshimit pakën të kam komunikuar me pjuta e Përshimi e për Unë sa di kontar, buxheti na pas ke vepruar gjithë ato, se unë s'du të krijoj debat, nëse ju e mendoni të arsyeshme mos i jepni, për mua nuk është as pak problem, nëse ju shikoni të arsyeshme, mund të bëhet, por që ta dëgjoj pak këtë shërë që mëna pat. Për arsye duhet unë tani Unë thashë edhe qytetarit që drejta është e tyre për votimin për miratimin për shumë atë ndryshme. Ka ndodhur edhe herë tjera që është paraqit një vendim ndryshe dhe kanë miratuar një vendim ndryshe. Shumë lehtë apo se na do me shumë drejtë. Shumë lehtë apo ato ideja të reja që kërkojnë që është normal që kërkojnë, edhe është drejt. Në mundësh sa i dhe ki buxhetin, ki fondin. Po punë tash ne mos ta ikë sa. Nga Po ti s'e bat fondin ne në shërb ta ikë. Po problemi nga janari deri më tani nuk është prej fondi kontingjencës ende. Ky është rasti që ne duhet të arsyeshme, kërkesat janë në gjendje të vështira spitalore dhe janë parashikime. Shumë dakord. Atëherë, një minutë. Prit, do të shkojë ti që shtesë. Po prit pra. Do marr ta vaj në kështu. Do marrim kontratë propozimin ose në po patjetër. Edhe një pyetje kisha. Qoftë ditës. Ka pas kërkesa të tjera për emergjencë? Domethënë që ishte ndihmë jo, nuk ka pas kërkesa me dosje. Dhe gjithmonë të kalojnë tarifa të duplikuara. Nga një kalojnë në dy. Unë kisha ta marrim. Kësaj vajze, sa ishte tarifa jote për të kalojnë në di, se është po. Atëherë kalojnë në dy vishim. Falë gjithë lista. Që kjo tarif, që ne kena lexuar, pëse kena lexuar me vëmendje, që ka për sto me minimu këta qytetarë, është thujse shumë minimale. Mirë për problemi është kështu. Këtu e ka përcaktu ku i ka morë të lek kjo shepja. Dhe thot, tek fondi kontingjencës i pa shpenzuar, a ishte kështu. Do më thonë, nuk është fond emergjence për vitin që të veja. Do më thonë, kjo është fond që ka të pru, nuk është shpenzu, dhe Këshilli i Bashkisë e ka ndarë këtë gjë. Mirë, po shka ndodhë? Tu ndodhë që nuk mburohen asnjë lloj tarife për smundjet që i kanë për shembull, sa është shumë e vogël. Unë mendoj kështu. Ky fondi kontingjencë që është këtu, qoftë se shefja kalon për persona, për shembull për nënën asoj çikse dhe këtë ishte kjo veçantë nga fondi që miratum ne, jo 1 milion, po të miratohet ka 2 milion ty në dëve, për arsye sepse janë gjene tronë. Dhe ti që nga kjo fondi kontingjencës. Por shumë këto pallë jesi pa ata. Ja, fali minutë. Fondi kontingjencës mos përdoret për ta dy persona me ka 500.000 lekë. Se nuk mbulon asnjë lloj shpenzimi. Kurse Se ti vetë drejtori ma mirë, ai mund të mirë. Kurse këtë fond kontingjencës do ta ndaj, ta përpjeskojë. Ekzekutimi është në 2025. Ne vojmë vendimin. Kurse për këtë, ne vojmë vendimin çfarë? Atë e minut të tjetër. Nuk ma las më shumë shqiptar. E vojmë të mënyrë protokoll. Vojmë të shimita protokoll. Ne do të japim gjithë. Të tjera vërtet, po unë jam përkujt shumë në kurris dhe ky fondi kontingjencë që është në personat të tjerë dhe këtyre të hiqet gjysma për ata që nuk janë gjendje siç është nana e kësaj dhe ky goxha. Këta trajtohen veçantë, me votim veçantë. Si në kësaj ja kanë rregull ndihmë ekonomike. Për këto ndahet
futen edhe 10 persona të tjerë dhe ndahen pisa 250.000 për shaq për ta tjerë. Do t'i thaj, që kohë i lidhë, për këto që janë më probleme, Shqiptar, prej pjesë, për momentin, për dhe një përkejt, që janë laku përkejt, kërkojnë duplikat, ose styrishim, për një dy personë, nimave. Jenë për momentin në kërku paskën për kërë. 2 milion lekë, si pra ka qenë nga apo ka të mujë që kina Por dy persona mund ta bëjmë rezultatin. Pa prekë shumë, Këta që janë smundit pa shëruar. Ne ta bëjmë edhe Po të shqiptar dhe ja, me këtë lojë në imi, do të jetë tani, pali sekund. Ato mundësi, ta dy veta, përjashtohen nga kjo listë, dhe 2 persona trajtohen veçanërisht. Shumë dakord. Personi aty dhe personi kë ka 200.000. Ndërsa persona të tjerë që janë në listë, plus edhe 10 persona të tjerë që do të futen në listë, do ta përfistojnë këtë shumë njërë të barabartë. Unë e kështu mendoj. Sepse me 500.000 lekë, fali sekondë, me 500.000 lekë asnjëri nuk më lën asgjë, por se këtu bele i shkojnë edhe këtyre tjerë që janë çështë sulë këta gati, ose mos më marr keq, se s'po i tash unë më thon se 250.000 kish ka jep. Po jo më kish ka jep se 200.000 po jep as kish ka jep. Fale për ordinon kam mendim për qytetarët e për këto. Edhe duhet më nda. Edhe mendoj që duhet më e bën këtë punë këtu. Po, atë fjalë vazhdon të moçi. Është punë më fjalë në të kontradiktin. Po problemi është se ne jemi para një projekt të tillë. Projekti në normal që kur vjetë dhe një studiuar, por ta një që në hapësi, nuk e kanë gjithë problematikit në fonditarë. Dhe për 2 raste, se në drejt e konstatuar shqiptarë, ne fiqen bërë, trajtojnë në qanë. Thërëm që nuk ka mundësim për t'i pasë në se sa është mundur të 2 rast të 4 fishotit, apo të shkojmë për 200.000. Dhe sa rast e tjerë nëse nuk të ime... Rast e tjera që janë maket që të është të dyja. Falim i nuk. Unë të tjera. Rast e tjera. Tani. Përfundovëm. Të 2 rastën e kishën në ndihmë se bëva fishohet. Tash projekti ja paraqit në këtë kam rrinë këtë fazë dhe kena propozuar gjithë një lloj. Leta të paraqit në sekretariat të Këshillit dhe kanë për smundje të këqija. Se smundje po sa dush. Të tjerë. Sa dush nëse ne marrim të vazhdimit të marrimit, sa të kthehen nga vend në kurs, ato shtesat mund t'i japim gjatë muajit janor. Nga buxheti i vitit tjetër nga kurriza. Do ndryshime që propozojmë ne. A janë gjë të fundit para vitit. Tjerë të lojë më as, do të ndryshojë. Nëse ne për këtë për momentin. Po, nëse të kemi ato të kishim për të persona, më të mund të bëjmë me 2 faza. Tani, pas pas nuk do shtesës listës
Morina, Zepo Morina, Pajtim Muja, edhe Armando Kurti. Ta që të na shumë letrat në gjojë çfarë letrësh kanë paraqit ato? Të gjitha letrat. Nga spitali. Nga spitali. Palizon. I paraqisin letrat pa. Po direkt me Adini. Një ma vjen ta që gjojë. Futën projekt. Ai si vjen në tjetër, çfarë do mi kas? Atëherë. Po, ju projekt është fal edhe e tutës. Gjera ta me ato pas. Por edhe më është. Transition. është fond nikon. Po vjen më ndaj. Po pa letra, s'puj më për po flesh. Pa i çuat tjetër vinon, ka kërkesa tjetër. Nuk ka bërë dot. Sto, përgatitet në bojnë dokumentacionin një në radhë tjetër. Shumë mirë, futën protokoll këto e në. Ska të futën protokoll. Na, vitin të radhë edhe njerë, do hedhim motiv me këto ndryshime që ka. Edhe jeri lutem. Do është përshën pro, funda, abstenim, miratohet. Me ndryshimet që... Me ndryshimet. Atëherë ngelin, atëherë du da shumë. Ngelin, 1 milion, ngelin 1 milion lek, rezervë prapë hos kontingencë. Normalisht. Janë ngelin pas të nëzruar dhe që të digjet. Digjet, janë nga bugjeti i pakë. Trashëguar në vitin që vjen. Edhe këta vitin e vjen, që është ty të Janë nga bugjeti i pakë shtëzuar në vitin. Nuk digje. Raporti performancës është bërë për herë parë, kurse tani për vitet pasardhës kena bërë një rregullore të brendshme që është për përcaktimin e strukturave përgjithëse dhe procedura për montin dhe raportimin e performancës në bashki. E kemi realizuar, duhet hedhur këshill për ta miratuar dhe për të vazhduar punën e mëtejshme. Për të aplikuar në grande të pushtetit vendor. Kush është edhe jetë, ka lënë votim, ka votim. Po, a ki pyetja po? Edhe jetë, kush është dori lutem? Kushta, absolut, miratuar. Duar shqiptar. Fica fora para uma boa dia, não sei o que se torna. Fica uma boa. Vou professor.